Bypassi i Vlorës, një projekt ambicioz infrastrukturor që synonte të përmirësonte aksesin drejt rivierës shqiptare, u prezantua si një ndërhyrje e rëndësishme për të shmangur trafikun e rënduar në qytetin bregdetar, me një gjatësi prej 29 kilometrash që lidh autostradën Levan-Vlorë me rrugën bregdetare Vlorë-Sarand. Ky aks rrugor fillimisht u planifikua të ndërtohej nga kompania Gener 2 me një kosto prej rreth 35.8 milion euro. Financimi i projektit u sigurua nga një kombinim fondesh përfshirë 24 milion euro grante nga Bashkimi Evropian dhe Italia, si dhe 53 milion euro bashkëfinancim nga Banka Europiane për investime. Megjithatë, prej fillimit ndërtimi i tij është përballur me vonesa të përsëritura dhe probleme teknike që kanë krijuar shqetësime për banorët e zonës dhe përdoruesit e rrugës. Aktualisht bypassi i Vlorës është përfshirë sërish në debate për shkak të riparimeve të vazhdueshme dhe problemeve të pasgjidhura. Një nga pikat kritike është segmenti në Kanin, ku po ndërtohet një nënkalim që është kundërshtuar nga banorët. Ata shprehen se nënkalimi është shumë i ulët dhe nuk ofron një zgjidhje të qëndrueshme për qasjen drejt tokave, ullishteve dhe banesave të tyre. Bëjmë tash këtë, që e kanë projektin e tyre, joja kjo është rrugë turistike, do lidhet me shkollën tregtare. Dhe në këtë nënkalim që kanë bërë këta, kjo është 3.40 tashti. Nëse do marrë dhe 3.40 centimetra beton, se nuk ka si kaloj makina këtu, kjo ngelet 3 metro. Nëse i heqim ato ndërtime e çfarë janë, që mund të bëhe nesër, që do i kërkoj koha nesër, po një zjarr fikse këtu nuk kalon dot. Dhe kështu që do vinë brezat nesër dhe do na qeshin. Dhe do vi momenti që kjo do prishet prap. Dhe që të mos bëjmë atë që bëj sot e prish nesër, të bëhet një mirë që sot. Kaq kërkojmë ne si fshat. Po kemi folu, këta thonë është urdhri ARSH-s, nuk na hapin telefonat, nuk bëjnë, zbatohet urdhri. Kaq. Me dikën ARSH keni folur? Jo, nuk kanë ardhur këtu. Ta e filluan tani, direkt mbas votimeve filluan këtë. Bllokon rrugën atje poshtë, që do kaloj fshati Vërdall që do vej në përprona, edhe rruga që është shtrores investor, ka investuar shteti, na e mbyllën dhe ne do i bjem Vërdall tash, për të vajtur në prona e për të vajtur në Vlorë. Tashti na bëjnë dhe këtë këtu. Sa prona që janë në zhvillim, do ndërtojmë. Ky djali këtu ka shtëpi andej. Ne të tjerët kemi hapur themele, po edhim atë. Tani mund të kaloj këtu një betoniere, një kamion, një zjarr fikse, se nesër marrin flakullit. Kalon dot zjarr fikse aty? Nuk kalon dot. Cila është kërkesa juaj? Kërkesa jonë është që të bëjnë një nënkalim të parametrave, ta bëjnë 4 metra e gjysmë, ta bëjnë siç është për të bërë. Jo të çoj, kjo është turbinë shkarkimi. Si mund të kaloj këtu një fshat i tërë? Është edhe me perspektivë rruga që do dalë, do vjen ujë të ftohtë. Se kanë nxjerrë dhe projektin që kjo rrugë do lidhet me ujin e ftohtë. Tani mund të kalojnë këtu autobusa me turista, mund të kalojnë këtu zjarr fikse, nuk kalojnë dot. Ky është problemi jonë. Ta kanë bërë turbinë, kjo është për shkarkim uji, nuk është për të kaluar fshati. Këtu do kaloj fshati. Nëse këta duan ta lidhen me qytetin, do na kaloj ka dhe qyteti. Si mund të kaloj? Kalon dot, s'kalon dot. Kjo është kërkesa jonë. Kjo është turbinë për shkarkim uji, nuk është rrugë që këta po e bëjnë, kupton? Ne duam, kemi ndaluar punimet, ata drejtorat, njëri thot zvi, njëri thot zbato projektin, njëri thot tani s'dim edhe ne ku tankojmë. Të bëhet me parametra, të bëhet 4.80 e lartë, siç e ka tërbota. Kjo rrugë vetëm gomari kalon aty, se s'kalon makinë. Nuk kërkojmë asnjë gjë tjetër. Rruga të vazhdojë të bëhet, po të bëhet me parametra. Kaq duam ne si fshat. Prona ka gjithë fshati këtej. Gjithë fshati ka prona, unë një pari jam që kam shtëpi. Ky xhaxha im ky ka hedhur ndërtimet për shtëpi për t'i bërë, ku do kaloj tani? 200 familje që kanë prona këtej. Ne jemi me shtëpi këtej. Ne një rast zjarri nuk kemi ku kalojmë, kupton, ku do vi zjarr fikse të flet aty. Ne më shumë për zjarr fiksen. Lej punimet. Se do bëjmë si do bëjmë. Po kemi jallën e zjarr fikses, ku do kaloj? Ne jemi me shtëpi, me familje, janë ullin gjithë këtej. Turistat me çfarë vinë kur vinë turistat tash? Me autobus. Jo, thonë ata të ndërmarrjes, po vinë me vetura. Ky është turbi botës. Nuk kemi parë në asnjë vend që turistat vinë me vetura, po vinë me autobus. Dhe autobusin këtu nuk e merr. Dhe ai përgjigjen pa pikë turbi që nuk vinë turistat me autobus, po vinë me vetura. Për më tepër për shkak të rrëshqitjeve të dherave dhe gurve, rruga është bllokuar disa herë duke i lënë qytetarët e Kaninës dhe zonave përreth të izoluar. Megjithse qeveria premtoi përfundimin e punimeve në prill 2025, qytetarët janë skeptik pasi ky projekt që fillimisht u mendua si një lehtësim për trafikun dhe zhvillimin turistik është kthyer në një burim problemi të vazhdueshëm. Banorët thonë se janë dyshues nëse kjo rrugë, e cila ka kushtuar deri tani mbi 56 milion euro dhe që përfshin 5 ura, 2 nënkalime dhe 15 kryqëzime, do të përfundojnë ndonjëherë apo do të mbetet në listën e gjatë të projekteve të shtyra pafundësisht.